Mirë se erdhët. Sot do të flasim për dy mjete marketingu, aq të fuqishme sa thuhet se mund të zgjojnë një sallë të tërë studentësh të përgjumur. E po, le ta shohim se pse. Imagjinoni pak skenën, një klas me student MBA, gjysmë në gjumë dhe papritur, profesori thot diçka dhe të gjitha ngrihen drejt në karrige, menjëherë. Kjo histori na bën të kuptojmë se ajo që vjen më pas është seriozisht e rëndësishme. Pra, cila është kjo ide magjike që ka këtë efekt? Ky pra është mjeti ynë i parë strategjik. Dhe mjeti i parë quhet matrica Ansoff. U krijua, mbajeni mend, në vitin 1957 nga një matematicien dhe strateg biznesi genial, Igor Ansoff. Mendojeni si një hartë strategjike. Kjo matricë fare e thjesht, 2x2, është krijuar për të na treguar qartë se ku janë mundësitë për të rritur. E bën zgjedhjen shumë më të lehtë. Po, për ta kuptuar më mirë, e dini çfarë? Le ta ndërtojmë bashk, hap pas hapi. Fillojmë me një kuti të thjeshtë, e ndajmë në 4 pjesë. Në njërin anë vendosim klientët, në tjetrën ofertat. Pastaj shtojmë kategoritë, aktuale dhe të reja. Dhe ja, krijohen 4 kuadrante. Dhe ja ku e kemi, 4 strategji të qarta për rritje. A nuk është e mahnitshme se si një kuti kaq e thjeshtë mund të ofrojë kaq shumë qartësi? Kjo është fuqia e saj. Okej, tani që e kemi hartën, le të eksplorojmë secilën nga këto 4 rrugë. Do të fillojmë nga më e sigurta dhe do të lëvizim drejt asaj me më shumë rrezik. Dhe ja si renditen, shikoni pak me kujdes. Vini re se si funksionon? Sa më larg të lëvizim nga ajo që njohim mirë, pra klientët dhe produktet tona aktuale, aq më i madh bëhet rreziku. Kjo është si një busull, na tregon saktësisht se sa rrezik po marrim. Ky është kuadranti që shpesh neglizhohet, por që ka arin brenda. Si ti bëjmë klientët që tashmë i kemi të blejnë më shumë? Shembulli klasik dhe genial është Arm & Hammer. Ata e morën sodën e bukës që përdorej vetëm për gatim dhe i gjetën 10 përdorime të reja. E dini, si deodorues për frigoriferin, pastrues, madje ata arritën deri aty sa të sugjeronin ta hidhnin në lavaman për ta pastruar. E kuptoni, kjo siguronte që njerëzit ta mbaronin kutin më shpejt dhe të blinin një tjetër. Marketing i pastër genial. Këtu kemi një avantazh të madh. Ne njohim klientët tanë si xhepin ton. Special K e bëri këtë në mënyrë fantastike. Filluan si drithra për dietë, apo jo. Pastaj, panë që e njëjta audiencë donte edhe produkte të tjera të shëndetshme. Dhe çfarë bën? Krijuan bare, shejke, madje edhe ujë me proteina. Klientela ishte po ajo, thjesht u ofruan më shumë zgjidhje për nevojat e tyre. Tani, kalojmë të zhvillimi i tregut, të njëjtat produkte por për klient të rinj. Kjo citat është thjesht perfekte për të treguar një gabim historik. Në vitet 80, Levi's ishte kaq i fiksuar pas tregut të burrave, sa që harroi fare një detaj të vogël. Të shohim, a ka ndonjë tjetër përveç burrave që vesh pantallona? Po gratë për shembull. Ata e kishin një minier ari para syve, tregun e grave për xhinse, edhe thjesht nuk e shihnin. Dhe ja ku arritëm te lëvizja më e rrezikshme, diversifikimi. Produkte të reja për klient krejt të rinj. Këtu kemi 2 histori krejt të kundërta. Nga njëra anë, Marriott. Ata e bën siç duhet. Krijuan marka të ndryshme hotelesh për çdo xhep e shije, nga Fairfield Inn ekonomik deri te JW Marriott super luksoz. Nga ana tjetër, Cadillac. Ata bën një gabim fatal. Morën një makinë të lirë, një Chevy Cavalier, i vënë sipër logon e Cadillacut dhe e quajtën cimarron. Rezultati? Një dështim total që dëmtoi imazhin e tyre luksoz për vite e vite me radhë. Mirë, matrica Ansoff është fantastike për të gjetur mundësi të reja, po kur gjërat nuk shkojnë siç duhet, kur shitjet ngecin, si gjejmë se ku është problemi? E po, kjo na çon direkt te mjeti ynë i dytë. Dhe mjeti i dytë është një mjet diagnostikues. Quhet analiza e boshllëqve, ose siç njihet ndryshe, gap analysis. Ky është mjeti ynë për të luajtur në mbrojtje. Na ndihmon të kuptojmë pse një produkt që duhet të shitet thjesht nuk po shitet. Përdoret për 2 gjëra kryesore: për shitjet e para, pra adoptimin e produktit nga klienti, dhe për shitjet e përsëritura, pra riblerjen. Në thelb, na ndihmon të gjejmë saktësisht se ku po çahet zinxhiri. Që dikush të blej për herë të parë duhet të kalojë nëpër disa faza dhe problemi mund të jetë në çdo hap. Për shembull, Tivo.
Njerëzit dëgjonin për të, por nuk e kuptonin se çfarë bënte saktësisht. Pra, problemi ishte te kuptimi. Kurse Segway, njerëzit e kuptonin, por nuk u dukej as pak tërheqës. Thjesht nuk e donin. Atu problemi ishte te tërheqja. Kjo grafike tregon problemin në mënyrë perfekte. Imagjinoni sikur nisemi nga 100% e njerëzve që duam t'i arrijmë. Tani, sa prej tyre e din që produkti ynë ekziston? Ndoshta 70%. Mirë. Sa prej atyre 70% e kuptojnë vërtet se çfarë bën? Ndoshta vetëm 30%. E shihni rënien, ky hendek, ky boshlluk mes fazave na tregon saktësisht se ku është problemi kryesor, dhe aty, pikërisht aty, duhet përqendrohemi. Mirë, themi se e kaluam pengesën e parë. E blem produktin, po pse nuk kthehen më? Një arsye mund të jetë e qartë, thjesht nuk u pëlqeu. Kujtoni ato akulloret e para me pak karbohidrate, ishin thjesht të tmeshme, por ka edhe arsye të tjera, pak më të fshehura. Dhe kjo na sjell te problemi i Grey Poupon. Kjo histori është një klasik. Fushata e tyre e marketingut ishte tepër e suksesshme. E pozicionoi mustardën e tyre si një produkt luksoz për raste të veçanta. Dhe ku ishte problemi? Njerëzit nuk kanë raste të veçanta çdo ditë. Kështu që e blinin një herë, u pëlqente shumë dhe e linin në frigorifer derisa skadonte. Pra, suksesi i marketingut në fakt krijoi një pengesë për shitjet e përsëritura. Ironike apo jo? Pra, le t'i mbledhim të gjithë e bashk. Tani kemi në arsenalin ton 2 mjete jashtëzakonisht të fuqishme. Kjo tabele përmbledh më së miri. Matrica Ensov është për sulm. Është harta që na tregon se ku të shkojmë për të rritur, ndërsa analiza e bushllëqeve është për mbrojtje. Është mjeti që na tregon pse po humbim terren aty ku nuk duhet. Dhe ky është thelbi i gjithçkaje. Kto nuk janë thjesht koncepte teorike nga librat, janë mënyra praktike për të menduar para se të veprosh, për të gjetur problemin para se të shpenzosh para për një zgjidhje të gabuar, për të gjetur mundësinë e duhur para se të marrësh një rrezik të panevojshëm, për të shmangur gabine si ai i Cadillacut. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, për të menduar pak. Le t'i kthehemi kuadrantit të parë të Ansofit, atij më të sigurtit, depërtimit në treg. Cila mundësi e artë me rrezik të ulët mund të jetë pikërisht para syve tan, por që thjesht nuk e kemi parë ende? Faleminderit që më ndoqët.